kohët e fundit po m'ndodh, që s'm ka ndodh kur, kur më thirin për me performu dikon, mësus performua është Shqip? Performu nuk është Shqip, realisht. Me paraqitje të këmë, dhe performimi që ka paraqitje. Paraqitje. Është korrekt. Paraqitje, performimi. E fort ishte kjo. Do me thonë, paraqitje është performimi. Po më thojnë, vetëm edhe një pyetje e kom i randë. Po, a kënon live a playback? Po thonë, qysh playback? Unë jam e njohur që gjithmonë kënoj live. Po. Playback rall, ndoj emision ose ka qenë ai koncert shumë i madh që s'kan arrit orkestri me përgatit këngën, se për ndryshe, ose festival ku s'ka pas orkestër, playback kemi shku. Po për ndryshe krejt jetën unë kënoj live. Okej, kam qenë natë një iftum një vend edhe një këngëtar që kishte ardhur për të muar live. 3-4 këngë e kam kap unë, se është shumë vështirë me kap. 3-4 këngë i ka fut playback. Dhe është si që është ai tipi, se dhe ai e kapi në fakt, ai e kapi para meje. Altin edhe fatkeqësia është që në këtë pjesë publiku shqiptar nuk i kushton rëndësi. Nuk e kuptojnë se realisht është bën një mix shash i bukur, me mikrofon mundesh me lëshu lën audion hapur, playbacku shkon edhe pak e zgjatë, kështu një fjalë, me të bërtit me edhe s'merret gjë vesh ai live apo playback. Koncerte për shembull të këngëtarëve të huaj që kam shku, për shembull Gjermanit apo Zvicranit, s'mundesh ti me kënu playback, nuk mund ta gënjesh atë publik. Absolutisht. Se playbacku ti po e gënjen publikun.